سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. Pas faljes së namazit të Fitër Bajramit në orët e para të mëngjesit, qyteti i Shkodrës është mbushur me atmosferë festive, ku besimtarët kanë vijuar ditën me urime dhe vizita tradicionale. Shkodranët shprehen se Fitër Bajrami mbetet një festë që lidhet ngushtë me familjen, duke e konsideruar këtë ditë si një moment bashkimi dhe gëzimi me më të dashurit. Gëzuar për shumë vjet. Si do ta fesoni sot? Me familjen, prindrit, motrën, vllajin që e kam jashtë. Cili është momenti më i bukur i ditës së sotme? Momenti më i bukur. Falja në xhami. Shullare për shëmbjet. Ku do ta fesoni sot? Faleminderit. Në shtëpi. Në shtëpi. Po, me familje. Çfarë keni përgatitur sot? Baklov. Alla i fje kadef. Si do ta fesoni sot? Për zotën me familjar, dalim të halla, tezja, që dhanë të oqa. Momenti më i bukur është kur qohen fit, edhe i puth si me thanë fit faqe, i orën five. Inshallah, ky muaj Ramazanit ka dalë me argjerim dhe me duat pranuar prej tij. Allah i mëshiroft këndo një tjetër në ditën e ahiretit. Gëzuar i ditë e mirë, i ditë e bardhë për të gjithë ne. Ku do ta fesoni sot? Shkodër. Vizita e ndërsjellta mbeten po ashtu traditë që karakterizon festën, edhe pse vite e fundit është zbehur. Do shoj shtëpi, unë jam plak, do pres vizita, vin motra, vëllezër, nipa, mesa, ka që herë. Vizitat a bëhen? Pak shumë pak. Janë ba njerëzit më të ftoftë, më të padashtën. Edhe ta më them ka ndolpja gjanga që jena largu nga i madhe, Zot Allahu. I praktikoni vizitat? Po, vllazën e motra, njerëzton shtëpisë. Fitër Bajrami në Shkodër vazhdon të festohet me përkushtim ndaj traditës, duke kthyer këtë ditë në një simbol të bashkimit, respektit dhe solidaritetit mes njerëzve.